Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pak në mënyrë më amatore, por gjithmonë duke qenë pranë jush. Alaudin Hamiti, sonte siç duket nuk e ka fatin që ta feston vitin e ri në shtëpinë e tij, në ambientet e televizionit Klan me produksionin e Big Brother, por fati i tij ka marrë krejtësisht një rrugtim tjetër. Në Instagramin e tij, konkretisht në story, Alaudini ka ndarë një fotografi, që do me thënë ka kaluar një ndërhyrje që nuk ka detaje në fakt për ndërhyrjen e tij, por që duket se gjendja shëndetësore është jashtëzakonisht e mirë. Ai thotë që ka kaluar një betejë të gjatë me dhimbjen, do me thënë ka qenë një dhimbje e shoqërueshme e tij, dhe thotë që me shumë pozitivitet dhe dashuri do t'ju rikthehet ndjekësve dhe do t'jetë me patjetër të premten në prajmin e radhës në Big Brother VIP Kosova. Unë dua t'ju uroj të kaluarat në fakt për këtë sëmundje apo për këtë ndërhyrje që Alaudini ka kaluar dhe shpresoj që të rikthehet ashtu siç ai është në vete, pozitiv, energjik dhe gjithmonë që me ato memet e tij na bën vetëm adrenalin. Alaudini është në gjendje të mirë shëndetësore, un kam pyetur edhe miqtë të tij, domethënë është diçka kaluese, nuk është diçka shumë e rëndë dhe gjendet jashtëzakonisht mirë.